Sabri Hamiti. Mirëmëngjesi Sara, përsëri linja për ty. Mirëmëngjesi përsëri vajza, atëherë jemi këtu përballë Fakultetit Filologjik, ku këtu pranë meje kam edhe profesorin universitar Muhamet Hamiti, me të cilin do të flasim në lidhje me promovimin e 3 librave të rinj të akademikut Sabri Hamiti. Nderuar mirëmëngjesi dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e kësaj interviste. Faleminderit për mundësinë që më dhat që të flasim për libra, për letërsi. Unë jam, siç e thatë, profesor i letërsisë, kështu që e bëj këtë me kënaqësi. Atëherë, fillimisht na tregoni se si e vlerësoni rëndësinë e këtyre veprave në kontekstin e gjithëmbashëm të krijimtarisë së Sabri Hamitit. Është vazhdimsi e veprimtarisë së tij krijuese. Sabri Hamiti ka botuar librin e parë në vitin 1972, ka botuar sa libra të poezisë, ka botuar një roman, ka botuar shumë vepra me studime dhe kritik letrare, ka botuar tashti edhe 4 drama. Kështu që kësaj here ne po flasim për promovim të 3 librave që i ka botuar së voni, kanë dalë në botim të shtëpisë botuese Albas të Shqipërisë. Njëra është me poezi dhe titullin e ka Prishtina Mon Amour, Prishtina Dashuria ime, është antologji e poezisë së Sabri Hamitit e shkruar në dekada që ka Prishtinën në kuptimin jo fizik, po edhe shpirtëror. Aty ke poezi me tituj Pjetër Bogdani, sepse Pjetër Bogdani është njeri që i rëndësishëm i letërsisë, i kulturës, i rezistencës shqiptare. Ke poezi me titullin Ibrahim Rugova, prap lidhet me Prishtinën. Janë disa poezi me titull Prishtina, ka poezi me titull Fakulteti Filozofik, këtu ka qenë dhe është Fakulteti Filozofik, biblioteka, tjerë. Bëhet fjalë për poezi që lidhen me jetën, me ndodhit, me fenomenet, me njerëzit e rëndomt dhe shembullor të këtij vendi, krye vendi të Kosovës, që po shihni është kaq i rëndësishëm dhe po bëhet më i rëndësishëm edhe për faktin se këto institucione që i përmenda unë, po përmend këtu pra Fakultetin Filozofik, janë në bërthom të asaj që do të bëjmë më vonë lëvizje kulturore shqiptare dhe themelet e lëvizjes politike për liri, pavarësi dhe demokraci. Do të thonë, Sabriu ka studiuar këtu, pastaj ka dhënë mësim këtu, ka mësuar gjenerata të tëra studentëve, dhe Sabriu sot njihet si ndër poetët dhe kritikët më të mirë të letërsisë shqipe. Domethënë janë edhe vazhdimsi edhe risi, në kuptimin që kemi të përmbledhur poezisë që thash, kemi një dramë të re, kjo është dramë e re e shkruar pak më herët me titullin Maja, që trajton temën e luftës për liri të shqiptarëve. Protagonistë janë njerëz që kanë qenë artistë dhe një komandant artist që bëhet luftëtar dhe komandant, kolegët e tij luftëtar, familja e tij, dhe shihet koha e luftës, e misionit për liri, po edhe tragjika e jetës personale të njerëzve që mbesin. Për gruan të shoqen e njeriu, krye protagonistit, ai nuk është hero, ai është burri i saj, pa cilin ka mbetur ajo në jetë me fëmijët e vet. Domethënë, është një temë e rëndësishme dhe një dramë e rëndësishme, dramë edhe realiste, edhe poetike në njëjtën kohë. Vazhdimsi të dramave të tjera të Sabri Hamitit që ka shkruar në vitet 80-90 edhe tutje. Dhe e treta është një libër me anglisht, kryesisht, The Literary Canon, në shqip kanoni letrar. Unë e kam përgatitur këtë librin e tretë. Janë përmbledhje shkrimesh për librat kritik, 8 libra kritik të Sabri Hamitit të botuar nga viti 2000 këndej. Pastaj një pjesë tjetër është një ligjëratë e tij për letërsinë shqipe të shekullit 21 mbajtur në Sloveni. Kjo e dyta në përkthim edhe slovenisht dhe frëngjisht, të parat që i përmenda në anglisht, këto përkthime i kam bërë unë. Pse është i rëndësishëm ky libër? Sepse jep mundësi një lexuesit huaj, jo vetëm anglisht folës. Mendoj, jo vetëm anglez, po anglisht folës përgjithsisht, që ta njoh veprën e Sabri Hamitit dhe përmes tij veprën dhe krijimtarinë letrare shqipe. Pra mund të themi se shihni këtu një bosh të përbashkët tematik mes 3 librave. Po, këta janë të ndryshëm të zhanre, se është poezi, dhe Sabriun pjesa më madhe njerëzve e duan dhe lexojnë si poet. Pjesa tjetër si kritik, po si që thash, është edhe dramaturg edhe tjerë, ka edhe vazhdimsi, po Sabriu si shkrimtar është njeriu që
e ka krijuar atë që quajnë poetik historik letërsi shqipe me studimet e veta, ka bërë emër herët dhe vazhdon të shkruaj. Libri i tij i vitit 2018, Kukuta, është një nga librat më të mirë të poezisë të botuar në këtë shekull. Treguat goxha shumë detaje për 3 librat, për 3 veprat. Megjithatë, cilat do të jenë pritshmëritë juaja për këta 3 libra në Kosovë, në Shqipëri dhe më gjerë? Është e rëndësishme që tash në liri, Kosova e pavarur dhe lirë, tash e 25 vjet e pavarur, 17-18 sa bën, komunikimet ndërshqiptare janë më të mundshme, librat që dolën në Shqipëri qarkullojnë në Kosovë dhe e kundërta, ndërsa autori Sabriu, që është edhe pjesë e lektyrës shkollore për nxënës të shkollat mesme, natyrisht pjesë në studimet universitare, autor dhe autoritet letërar i madh, i gjallë, që vazhdon të shkruaj edhe në këtë moshë, ka bërë 75 vjet si vjet, tregon edhe për vitalitetin e tij si krijues dhe shkrimtar, po edhe për vitalitetin e kësaj letërsie. Ju keni qenë për një kohë të gjatë afër veprimtarisë së zotrit Sabri Hamiti. Po cili aspekti i krijimtarisë së tij ka ndikuar më shumë në anën private dhe atë profesionale, ta themi? Më shumë profesionale është kritika. Unë për vete jam autor vetë i 5 librave me studime dhe kritik letrare. Sabriu nuk më ka dhënë mësim, sepse unë kam bërë studime për gjuhë dhe letërsi angleze në Prishtinë, pastaj në Zagreb edhe Tuti edhe në Londër. Mirë po, studimet e Sabri Hamitit, puna e tij në fushën e kritikës letrare ka qenë me shumë pesh edhe për ne të tjerë që kemi bërë studime në filologji të tjera, sepse ka qenë kritik letrare moderne me ndikim, po them me ndikim, jo, po me mësime që kanë marrë nga studimet në rastin e Sabri Hamitit në Francë, të Gérard Genette, një nga studiuesit më të rëndësishëm të gjysmës të 2 të shekullit 20 në Francë, Ibrahim Rgovën, po ashtu se kam pasur profesor, po kam pasur njëri që kanë ndikuar tek unë me veprën e vet teorike dhe kritike. Ka dhe të tjerë, Xhebi Ismaili, po i përmend këta 3 emra, sepse të 3 kanë qenë pak a shumë të një gjenerat, të 3 kanë studiuar në këtë fakultet, Xhebi Ismaili, Sabri Hamiti edhe kanë dhënë mësim, kështu që ndonë se si kanë pasur profesor drejt për drejt, puna tyre është punë që jo që e njohun, po e një bota shqiptare, Kosova dhe gjithë, domethënë kjo është mënyra se si këta njerëz ilustrativ të rëndësishëm për kulturën shqiptare na bëjnë ne tua njohim vlerat dhe të përpiqemi të përcjellim këtë njohje edhe te publiku më i gjerë. Për të pikërisht të cekët tek opinioni publiku më i gjerë, ku do të mbahet pikërisht promovimi i 3 librave dhe sa ditë do zgjas? Promovimi i librave mbahet sot, natyrisht është një termin, mbahet në ora 10, po i bjen mbas një ore pak, në bibliotekën kombëtare, vend shumë i përshtatshëm për këtë punë. Biblioteka kombëtare, përpara ashtu të bibliotekë kombëtare dhe universitare kur kam qenë unë student, tash janë 2 biblioteka të ndryshme, kemi vendi ynë, Kosova, fal edhe punës kulturore fillimisht të njerëzve që i përmenda dhe shumë të tjerëve që si përmenda, sepse nuk vjen në fahën e interesit të kësaj bisede. Ne sot kemi këto institucione dhe këto mundësi për të qenë në kontakt me botën shqiptare, po se po, dhe me botën perëndimore, prej ku ne bijem si letërsi, kulturë dhe prej të cilës marrim, po dhe të cilës përpiqemi edhe t'i japim. Fundja kemi edhe shkrimtarë që janë përkthyer, edhe Sabriu një dramë është përkthyer në frëngjisht, edhe shkrimtarë të tjerë që janë përkthyer në frëngjisht dhe në gjuhë të tjera. Padyshim se do të ketë figura të shuara letrare pjesë të këtij promovimi, por a do të ketë pjesëmarrës nga Shqipëria? Unë besoj që po, sepse kjo është aktivitet i hapur dhe Sabriu, një pjesë të konsiderueshme të librave i ka botuar edhe në Shqipëri, është lexues, është shkrimtar i dashur edhe atje, prej tij kanë mësuar shumë, po them bota studimore, universitetet, dhe jam i bindur që ka dhe vepra tij, po them ka qarkullim, lexohet dhe është me ndikim edhe atje. Zotri Hamiti, ju faleminderit për të gjitha këto detaje që ofruat këtë mëngjes për emisionin Alarm. Ju faleminderit ju për mundësitë që më thatë edhe mirupafshim në promovimin e librave, po them mbas një ore pak. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Atëherë, kjo ishte pra dhe intervista me profesorin universitar zotrin Muhamet Hamitin në lidhje me promovimin e 3